Ju ndëgjuat tu deputetët e BDI-s para meje që lëvduan dhe u përpoqën që të justifikojnë me kaq zell këtë buxhet për vitin 2014. Çfarë thuhesh për këtë justifikim? Çfarë thuhesh për këta njerëz që justifikojnë këtë buxhet? Vërtet nuk gjej fjalë, ju vetë vlerësojeni se a kanë të drejtë këta njerëz që ngrejnë në qiell këtë lloj buxheti kaq diskriminues për ju shqiptar, qytetar nderuar. Në fakt, sidomos zonja Marku që i ka gjitha të probleme me radikën, që i shpërfytyrohet ajo natyrë atje, që është një nga zonat më të bukura, në fakt, është nga zonat më të bukura të Maqedonisë, dhe ajo flet këtu për projekte që kanë të integrume në programin e qeverisë. Tani, në fakt, nuk është kaq edhe aq poshtrues diskriminimi etnik në këtë buxhet, që pasqyron ky buxhet. Apo edhe ato pararendës. Në fakt është poshtruese dhe është denigruese fakti që këta përfaqësues të etnisë të diskriminuar dhe të denigruar mbështesin me plot zell dhe në fund do ta miratojnë këtë buxhet. Unë shpresoj shumë për hir të humanizmit edhe të njerëzisë, për hir të besimit se njeriu nuk mund të zvetnohet deri në këtë farfeje, miratimin e këtij buxheti kaq anti-shqiptar, këta e kanë të imponuar. Dua ta besoj, nuk dua të heq dorë nga njerëzimi, që njerëzimi mund të prishet deri në këtë mas, që këta duke e parë me sy hapur diskriminimin që i bëhet këtij etnisë të tyre, këta e mbrojnë dhe në fund do ta votojnë. Pra edhe me këtë buxhet, po vërtetohet edhe një herë se kush e realizon në fakt, de facto shkupin 2014. Mos harrojmë, kemi këtu investime të pamas, mund të jenë numra, shifra vërtet marramendse për të thënë se si investohet në fontana, se si investohet në rrota panoramike, se si investohet në ura dhe se si investohet në Car Dushana. Pra ju, në qoftë se qytetarët duhet ta dinë se kush e realizon Car Dushanin, do shohim me miratimin e këtij buxheti. Edhe njëherë, rrëzimi i Car Dushanave nuk bëhet me tokmak, por bëhet me sustën, me butonin që e keni aty për mos ta miratu këtë buxhet. Ky buxhet edhe njëherë është i gjashti i këtij koalicioni, famkeq për shqiptarët. Janë 6 fatura që u dërgohen qytetarëve shqiptar për të paguar projekte që janë kundër tyre. Janë 6 buxhete dhe 6 ribalance, zonja dhe zotëri. Janë 12 herë kanë ndrytë sustën këta që të financojnë shkupin 2014 dhe shumicën e projekteve anti-shqiptare. Janë 6 buxhete që shqiptarëve u kanë shkaktuar mjerim, skamje, shkulturim, obskurantizëm dhe fatkeqësisht egzot të madh. Shkupi 2014 është një projekt i pakuptimt dhe totalisht i pavlerë për Maqedoninë në tërësi. Por më absurde është mbështetja politike e partisë që de jure është në pushtet. Andaj deputet BDI-s, ju keni rastin e radhës, siç keni patur 6 herë tjera dhe plus 6 herë tjera me ribalancë, me çka deri tani shkupi 2014 i keni falur nga taksa paguesit shqiptar gjithashtu rreth 700 milion euro. Edhe kësaj radhe keni rastin që të tregoni që ju nuk jeni pjesë e projektit 2014. Ti mbyllim gojet e liga që thonë që ju jeni parti anti-shqiptare, që ju mbështetni projekte anti-shqiptare me shkupin 2014 dhe tjerë, ju mund të keni rastin edhe një herë për të 12 herë radhas që mos ta votoni projektet parat që do investohen në 2014 për këto projekte. Pra keni rastin edhe për qytetarët ta dinë që ju nuk e votoni këtë projekt dhe
ti mbyllim ta gojet liga. Dhe sa i përket hisës, hisja merret, hisja nuk falet. Këtë du ta dini. Ne nuk kemi punë me Stavrevski, nuk kemi punë me Gruevski, kemi punë me ju që jeni në pushtet. Ju do ta merrni hisën. Pse tu a jape Stavrevski kur jeni në pushtet? Ju nuk keni organizacion qeveritare. Ju keni pushtet ekzekutiv dhe juve si parti koalicionin me pushtet ekzekutiv, ju takon këtë hisë ta merrni, se ju takon, është e jona, është e juja. Pse do të pritni ne që t'ja kërkojmë Stavrevskit? Absolutisht ai s'ka pse ta jape këtë. Ju duhet me votat tuaja, me badenter, me pjesëmarrje në qeveri, i keni gjithë mekanizmat që i jep shteti që ti merrni hisën që i takon shqiptarëve. Nga ana tjetër, të gjitha subjektet shtetërore, mangësia që keni ju, që gjitha subjektet shtetërore që vendosin drejt për së drejti në ekonominë dhe financat e shtetit, janë në kontroll të plot nga oligarkët e VMRO-s. Ju jeni krejtësisht përjashtuar. Detyrimisht edhe ne, si qytetarë. Shqiptarët, përveç ministrit e ekonomisë, që po luan vetëm rolin e një, si ta thuaj, e një kryetari të OJQ-je, që nuk ka asnjë pushtet në dorë, ju pra krejtësisht jeni të përjashtuar nga këto subjekte shtetërore vendimarrëse. Shqiptarët nuk kanë në dorë financat, sektorin bankar, doganën, drejtorinë të ardhurave publike, inspektoratet e financave, telekomunikacionin, radiodifuzionin, energjetikën, fluturimet ajrore, letrat me vlerë, pensionet, asgjë hiç. Aty ku janë paret, asgjë hiç. Ju kishit edhe kontratë marrëveshje me VMRO-n. Asgjë nga subjektet që menaxhojnë, kontrollojnë paret nuk keni në dorë. Nuk keni në dorë, shiko çfarë i keni çuar përballë Stavrevskit. Çfarë mund t'i bëj ky djalë me një përvojë kaq të vogël, me këtë mosh kaq tre, t'i bëj ballë politikave të Stavrevskit. Një nga faktet tjetër, një nga faktet që dëshmon autoktoninë e shqiptarëve në këto troje është pikërisht se ata nga lashtësia janë vendosur në lokalitetet ku ka resurse ujore. Por çfarë ndodh? Pikërisht në këto territore ku mbi toka dhe nën toka kanë pasuri të pamatë ujore, ata vuajnë për ujë. Vetëm për këtë buxhet, grupi kuvendor i Partisë Demokratike Shqiptare kishte 23 amendamente për ujë. Ju thoni nuk e kishim seriozisht. Edhe mos ta kishim seriozisht. Votoni amendamente që ju sjellin ujë banorëve shqiptarë. Ju thoni ne nuk e kishim seriozisht që t'u japim ujë, ndërsa ju e pas keni pas seriozisht për Car Dushanin, për fontanat, për rrotën panoramike, për urën që kushton 8 milion euro dhe nuk e kalon kërkush, edhe nuk e miratut urën në Aldançe që ato njerëz i ndan në dysh fshatin, edhe për atur nuk dhat as 30-50.000 euro. Ndërsa 8 milion euro për urën e civilizimeve keni dhënë. Urën syri. Tani 23 amendamente dhe nuk është e gjitha. Janë shumë lokacione që janë me gjitha të pa ujë përveç tyre 23 lokacioneve. Ne pam që këtu atje kishte nga LSDM-ja kishte amendamente për pishina, për stadiume, për teatro e kështu me radhë. Jo, ne kërkuam ujë, kanalizime, shkolla, rrugë. Këto i kërkuam. Qose ju thoni nuk e kemi pas seriozisht, si çfarë serioziteti? Që ato njerëz vdesin nga kanceri në Haraqin, që ju të na merrni seriozisht. Mendoni që ura Car Dushani këta janë serioze. Tani, sa jemi te uji. Kishim amendamente për Tearcën, fshatin Odër, fshatin Trebosh, komunën e Studeniçanit, fshatin Presil në komunën e Krushevës. Kishim në vendbanimet e Sarajit, kishim në Çajir, kishim në Likovë. Kur jemi te Likova, aty ku nga vini ju që s'keni ujë, nuk është për qeshur, nuk është për të zgërdhindur, e kam me gjithë mend. Seriozisht nuk është për të zgërdhindur. Shqiptarët e Likovës gjatë konfliktit 2001, të duhet ta kujtoni mirë, vendosën të ndërpresin ujin në ujësillësin i cili nga liçeni tyre, 2 liçene që keni atje, furnizonte
me ujë Kumanovën. Dhe në këtë ndërprerje të ujit u çun në këmbë disa subjekte politike, disa individ, dhe thanë që ky rast duhet të procedohesh ka si krim lufte, duhet ta kujtoni këtë shumë mirë. Sot, vite me radhë, kjo qeveri bën të njëjtin krim, por në mënyrë institucionale. Bën me radhë, vite me radhë i lë këta vende pa ujë. Dhe mos harrojmë që uji është i Likovës, furnizohet fshatrat ose vendbanimet maqedonase. Mund të ketë edhe fshatra maqedonase që s'kan ujë, nuk dyshoj. Por nuk ndodh në këtë formë. Kur? Nuk ndodh që ti merret fshatit maqedonas ujë edhe ti çohet atij shqiptar. Ndodh në Likov aty ku te lokacioni aty ku zgërdhini ju për këtë hallë zoti Ismaili. Pra këta është e pa kuptim kjo gjendje. Këto janë vetëm disa fakte që shqiptarët nga ky buxhet marrin, nga ky buxhet që ju e lavdoni orë të qast, marrin vetëm thërmiat e qindra milionave eurove që mbushen nga kontributet shqiptare. Janë thërmia dhe ju thoni marrin shqiptarët. Ja unë po jap edhe një shembull. Edhe Hitleri ndante mjete për Auschwitzin, por nuk do të thotë që ndante për hebrejt. Absolutisht, jemi në fundin e durimit janë qytetarët shqiptarë. Amendamentet e PDSH-s nuk janë amendamentet PDSH-s. Nuk janë amendamente që janë për votuesit e PDSH-s, që ju theni nuk janë serios. Janë amendamente për qytetarët e këtij vendi, për qytetarët e rregullt ligjor taksapagues të këtij vendi. S'ka pse mos jemi serios në këtë çështje. Tani pak disa fjalë për buxhetin. Ju u tha këtu se 2 gjeneratorë nga ministri janë 2 gjeneratorë që sipas ministrit financave janë indikator të kyç që ruajnë stabilitetin ekonomik dhe rritjen ekonomike. Një është investimet e huaja dhe tha 2 është eksporti. E habishme që investimet e huaja ndodhin kryesisht ose tërësisht në lokacionet pa shqiptar, ndërsa eksporti nga ana tjetër ndodh kryesisht në vendet ku janë krejtësisht shqiptar. E dyta, papunësia. Nëse marrim parasysh punësimet në administratën shtetërore, në ndërmarrjet privato-publike siç është MEPSO, ELEM e të tjerë, nëse marrim parasysh fabrikat e sapo hapura nga investitorët e huaj në qytetet, krejtësisht në lindje, nëse këtë e llogarisim me përqindjet të punësuarve shqiptar në total, atëherë rezulton që nga totali papunësisë për 28% sa ka Maqedonia, shqiptarët do të kapin kuotën e mbi 70% atëherë. Se dihet që administrata është krejtësisht mbi 90% është maqedonase, këta fabrikat që hapen janë 100% me të punësuar maqedonas, ndërmarrjet privato-publike MEPSO e LEM janë mbi 99%, këto janë shifra sakta. 99% janë të punësuar maqedonas. Këta janë të verifikueshme. Dhe pensionet. Deri vonë, thuajse deri në vitin 1998, deri atëherë kur filloi të fryhej një erë ndryshimeve, e vërtet. Në vitin 1998 me Partinë Demokratike Shqiptare në pushtet filloi era e ndryshimeve. Filloi prania e mirëfillt e shqiptarisë në këtë shtet. Deri atëherë, të punësuarit shqiptar, sidomos në administrat, kanë qenë më pak se 1%. Pra deri në 98-ën, mos të flasim për udhëheqës sektorësh. Mos të flasim. 0%. Tani, jemi të pensionet. Të gjithë ta njerëz para 98-ës kanë dalë në pension. Ne rrisim pensionet, ju thoni që rritën pensionet. Edhe me këtë krenojni, po për çfarë pensionistës rritën këto pensione? A vini zonja Marku? The pensionet rritën. Për çfarë pensionistësh e keni fjalën? Për këta 1%, ti krenohesh për këta 1%, se këta 1% kanë dalë pension tani. Deri atë 1% kanë qenë punësuar. Qose rritën pensionet, rritën për 99% maqedonasve. Absolutisht, po këtu do ta keni parasysh. Në 98-ën ka filluar ndryshimet. Kështu që këta njerëz që kanë punuar nga 98-a e këtej, ato mund ta gëzojnë ndoshta në vitin 2060. Në vitin 2060 do flasim.
Investimet kapitale. Realizimi planifikuar, këta janë dhëna të Ministrisë Financave. Nga 2009, po e marrim nga 2009. Sa janë realizuar investimet kapitale që ju thoni që janë rritur investimet kapitale? Mund të janë rritur, në vërtet, e pranoj. Për 2014 janë rritur investimet kapitale. Por jo për shqiptarët. 2009, realizimi 70%, 2010, realizimi 60%, 2011, realizimi 76%, 2012, realizimi 70% i investimeve kapitale. A shikoni, a mund të bëni një llogari që në çdo vit mungojnë 30%, 35% të realizimit investimeve? A dini pse ndodh kjo? Qeshni, tamam, se janë pikrisht mungesa investimeve ke shqiptarët. Këta 30-35% që qarkullojnë, që përsëriten për çdo vit, përsëriten, janë pikrisht ta 30-35% janë shifrat e Ministrisë Financave. Janë kjo përqindje që nuk realizohet sidomos për projektet shqiptare. Për Tetovën, Universitetin e Tetovës, Bibliotekën e Tetovës, nga 2007 u krenove që e ke projekt 2014, nga 2007 është projekt. Pra janë ato 30%, 35%, 34% të mos realizimit të projekteve, të realizimit të investimeve kapitale, janë pikrisht këto kjo mungesë e investimeve që ndodh që dedikohet dhe jure u dedikohet shqiptarëve. Tani të investimet e huaja, e përmenda edhe dje, janë investime që janë krye këput në Maqedoninë Lindore në zonat e banuara me Maqedonas. Ju për këtë do t'ju vjetur. Janë firmat Johnson Meti, Van Hoop, Drexel Maja, Kronberg & Schubert, Mark Art, Coffee Cup, janë gjithë firmat huaja që pritet punsojnë deri në 10.000 punësime, 10.000 njerëz. Çfarë do thoni për këto investimet huaja? Si do e mbroni, si do justifikoni veten që e keni lënë zonën e lirë zhvillimore të Tetovës ja keni lënë stikis, ja keni lënë në duar të privat. Road show-at e kryeministrit janë për këta zona, zotëri deputet. Nuk interesohet ai, pse ti interesohet për Maqedoninë Perëndimore? Këtu do të interesohet, jo Stavrevski. Zëvendësi ti për zonën e lirë ekonomike. Prandaj jeni në pushtet. Këta do të bëjnë road show për Tetovën. Mos flasim për Strugën e Kërçovën. Për borxhin. Pse të marrë borxh? Borxh që ka Maqedonia pas ka borxhin më të ulët në rajone dhe të katërti në Europë. Po që duhet borxhin Maqedonisë? I ka sklevrit shqiptar, ju ka juve. Ju e mbuloni borxhin buxhetit Maqedonisë. Janë sklevrit shqiptar që punojnë që të mbushet ai borxh dhe të investohet në lindje, në Shtip, në Kavadarc, në korridorin 10 me 50 milion. Pse të marrë borxh? Natyrisht duhet borxh Maqedonisë. E mbushim ne, e mbushni ju. Ju ja falni atë borxh. Janë donacionet BDI-s. Borxh s'ka nevojë borxh marrë Maqedonia. Derisa e ka BDI-n në pushtet, ju garantoj që nuk ka nevojë të marrë asnjë kokër leku, asnjë cent borxh. Derisa ju ka juve në koalicion. Janë zhvatje të taksapaguesve shqiptar. Janë zhvatje të remitancave të gurbetçive që gjithë ju keni familje. Gjithë ju. Ata e mbushin borxhin këtij shteti. S'ka nevojë kur të marrin borxh ata. Prandaj është edhe një herë unë nuk di se çfarë kam plot dhëna këtu për të shtuar, por vërtet shpesh fjalët në këtë parlament më duken krejtësisht papesh. Fjala nuk shkon në vendin e duhur edhe të bëjë një ndryshim. Sapo ju shoh ju e di që këto fjalë janë kot. Më duket që fjala nuk e gjen vendin e duhur që të bëjë një ndryshim, ashtu siç duhet bëj fjala në të vërtetë. Ka humb pesha dhe fuqia e fjalës në këtë parlament dhe në këtë shtet.